Në parkun Drilon Tushemisht ka përfunduar qendra e re e vizitorëve, një element që plotëson mozaikun e atraksioneve që ofron ky kompleks natyror dhe turistik në juglindje të vendit. Ministri i Mjedisit Sofjan Jaupa i theksoi se projekti i parkut është përzgjedhur ndër 8 finalistët e Bienales ndërkombëtare të peizazhit të Barcelonës, një prej ngjarjeve më të rëndësishme ndërkombëtare në fushën e arkitekturës së peizazhit. Parku Drilon Tushemisht u përzgjodh mes 230 projekteve nga 20 vende të botës. Projekti Drilon Tushemisht Waterscape Park është realizuar nga Ministria e Mjedisit dhe AADF. Një lajm tepër i mirë në fakt që na vjen nga Bienalja e Peizazhit e Barcelonës është pikërisht investimi i kryer për restaurimin natyror të parkut të Drilonit është përzgjedhur si një nga 8 projektet më të mira në botë për restaurimin e natyrës. Ky peizazh natyror me restaurimin e bërë është një nga pikat atraktive turistike më të rëndësishme dimërore të Shqipërisë, ndaj i ftoj të gjithë ata të cilët po na ndjekin që të vinë edhe të vizitojnë këtë zonë të mrekullueshme jo vetëm për natyrën, por për njerëzit dhe për kulinarinë. Restaurimi i qendrës së re të vizitorëve në parkun Drilon Tushemisht dhe përfundimi i projektit për zbatimin e biosferës së Prespës janë investime të rëndësishme me ndikim në ekonominë dhe turizmin e zonës. Projekti njihet si një model i restaurimit ekologjik, ringritjes së habitateve dhe zhvillimit të turizmit të përgjegjshëm, duke kontribuar në rritjen e vizibilitetit të Shqipërisë në nivel ndërkombëtar dhe promovimin e natyrës si atraksion turistik.